dua të bëj një thirrje për Spakun, që ta bëjnë të mundur që ky revolucion ndodhi paqësisht. Unë vi këtu dhe si gjeneratës që i përkas e kam hero Adem Jasharin, ndërsa sot Spaku e ka mundësin që të bëhet hero për fëmijët tanë. Që fëmijët tanë kur të rriten dhe të gëzojnë Shqipërinë e re që ne duam të ndërtojmë, të kenë herojnë prokurorët e Spakut. Kështu që hetoni Edi Ramën, hetoni ministrat me afera korruptive, çojni ata në burg, pasi arrestimi i Edi Ramës do i hapte rrugë procesit dhe Shqipërisë së re. Patjetër edhe Berishës. Rama në burg, Berisha në burg. Revolucioni i mirëfillt antikomunist në metin mes në vitin 1991 është koha tashme që të realizojmë proceset demokratike, të hapin ato dhe të demokratizojmë ato. Kush ishe dhe si e transformuar? Nda jep tërheqje me para datës 21, kërkon të shërishë status kon e Paris se 36 viteve që në amajnë atë realizimi. Dhe gatishmëria e diasporës me Manshesh ishte e jashtëzakonshme. Që kënë gjallur dëshmërim dhe zemrim në atë, por kënë gjallur dëshmërim dhe zemrim edhe diasporës ku të gjithë. Sovrani! Të jeni të qartë këta! Ne jemi sovrani! Edi Rama Kamaru, Kamaru, Kamaru. Edi Rama Kamaru, Kamaru, Kamaru. Edi Rama Kamaru, Kamaru. Edi Rama Kamaru, Kamaru. Ata politike nuk arritin që ta jepte ne për 35 vjet. Nuk është një gjë e jashtëzakonshme. Tani kryeministri thotë që është pa qartë. Qëndrim të bashku. Ku e kam diasporën? Ku e kam diasporën? Jam Zmijani i ekstra nga... Tani kryeministri thotë që është pa qartë.